jam këtu për të bërë një denoncim, po do ta filloja me transmetimin e një video njerë, që në fakt është bërë viral edhe në TikTok, po për t'ju lidhur me çështjen për çfarë bëhet fjalë. Jemi gati me videon? Beqo, a mos sali këzonë të më dhibër për votën. Sali. 300 thamë. Pësa? Sa more? More sa more. Allah të qoftë. 310 vota me vërtet? Pësa arti? 500 Allah, përsto. 500.000 vota, bravo. Po 4 vjetë? 5 vota, 500.000 lekë. Në 4 vjetë e diramën në kurrit. Allah. Pashidet bure për 100.000 lekë ti? 300 lekë këtu. Për 4 vjetë, ha? 100 lekë famoz për këtë. Po, në 4 vjetë s'di vota një, ja fute diramën të erë. I ka dhonu 500 për vote mos të rëzote të dënë. Beqo! Okej, faleminderit. Në fakt nuk jam këtu për të denoncuar blerjen e votës, si kjo video gjeni me qindra, ndoshta dhe me mira në rrjetet sociale. Jo thjesht video si kjo e bërë në mënyrë të fshetë, në fakt, pa dijenin e ati që po tregonte krimin elektoral. Ka dhe video ku i keni parë shprehen, madje bëjnë dhe oferta për votën qytetarët shqiptarë. Po thash nuk jam këtu për këtë, jam për të bërë një tjetër denoncim. Autori kësaj videoje është Lulzim Memaçi, që është këtu me mua, zotëria. Është antar i Partisë Demokratike prej vitesh, ka qenë komisioner edhe në këto zgjedhje, ai bashkë me vajzën, është familjar në një gjendje shumë të vështirë ekonomike, në fakt ka dhe një djalë smur, bashkëshortja e ka lënë disa muaj më parë, detyrohet sot me një makinë që e ka marrë jo me paratë e veta të punoj taksi. Mbas daljes së saj videoje, dije në vendin e tij të punës, pra aty ku qëndron për të punuar taksi, i kanë vajtur 2 persona që e kanë kërcënuar. Fjalët kanë qenë: çfarë i ke bërë vetes me atë që ke nxjerr? Do ta shohë ç'do të bëjmë. Pra, nuk mjaftohen që blejnë vullnetin e shqiptarëve. Nuk mjaftohen me gjithë ç'ka bërë për të mbajtur këtë pushtet të ndyrë. Po kërkojnë dhe t'ju mbyllin gojën atyre që denoncojnë. Ky është rasti konkret dhe jam këtu thash për ta denoncuar si rast dhe për të marrë në mbrojtje publike Lulzimin. Për t'i thënë kujtdo që mendon se tashi në këtë mandatin e 4 të Ramës mund bëjt ç'të dojë me demokratët, e ka gabim. Rama mund bëhet mbret, mund blej të tremb dhe të blej shumicën e shqiptarëve, po të harroj se mund të luajë me demokratët. Ne pak apo shumë jemi këta që jemi. I kemi qëndruar përballë çdo situatë, edhe po e paralajmëroj që as mos ta çojnë ndërmend se tashi do ta kmerret edhe ndaj atyre që nuk pranuan shiten, apo të tremben,
apo me çfarë do lloj forme tjetër të kthehen në sklevër të këtij regjimi. Lulzim Maçi është këtu, është demokrat, nuk është këtu se është trembur, po ja them, se ma tha dhe këtë, unë kërkova që ky fakt bëhe publik, pikërisht për të vërtetuar të që ju thash, se çfarë po ndodh mbas nuk ju mjaftoi ajo që bën për të mbajtur këtë pushtet në dyrë, po tash edhe ata që ju kanë dalë kundër kërkojnë të trembin, ju bëjnë presione, kërcënime, imagjinoni çfarë kanë bërë përpara.